Thot pse veç shqiptarët i kanë lënë Perandoria Osmane, do të thot ma të egër, ma pa shkollë, ma luftar. Pjesën tjetër qendrore të vetën e kanë pas mirë, sepse që aty u kon kufini, ku është lidh me Evropë, që nëse kanë dash dikush për më ardhë kënej, do të lese kokën të egër këta këtu, ata tjerë edhe ma të egër do në më konë. Thot ju ka vytë si një farë kufini, që këta mes me i majtë, si e njëjta dhe të eposi, po me nëjtë, tash në kongë nuk i di këtë, të eposi muja, Lili, këta paraqitën si njerëz të cilët, anej malit, është mejtja, po. Kralevina të Thëranë. Po. Krali atije. Që do të thot për shtatet shumë e punën e krajes maleve aty, të cilat ma ndej ka qenë mretnia slave shka kanë pas aty Malazes, ose kushdo që u kontë. Gjithmonë këtu të kufini në botë thymjet edhe është kryu historia. Fatkesisht për që tu të do bota Valjan, kryu që i lindjes dhe i përëndimit. është vija Teodosit, dhe me Ajvazi konë një libër, shumë interesant. Vija Teodosit, të mund, këtu është aja megja që i thëmë na, kufini. Lindje përëndim. Përëndimi pretendon me hinë lindje me fe, lindja pretendon me hinë përëndim. Edhe këtu të mund shkëmbejnë lufta gjithmonë. Edhe shqiptarët i kanë gjithë të mund Krisun, i kanë gjithë pak më të fort, i kanë bjetu kohëra. Në çdo kohë të mund i kanë bjetu. Genetikisht jemi populli. Po, të falënderu gjithmonë të më onë, vlerës folklorit i kanë bjetu. E vetë nga që na ka ujtë identitetin. Serbët e kanë shpik, në vitet e vonshme e kanë Kraljeviç Markun që kanë do të thotë